Në këtë edicion do të ndiqni. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë nënshkruar një marrëveshje të përbashkët në fushën e mbrojtjes. Hekurudha Shkodër-Gjakov, një investim strategjik për të dy qytetet. Linjat e trafikut urban në Gjakov nuk shfrytëzohen sa duhet. Aktualisht një relacion kushton 0.80 cent. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Shqipëria, Kroacia dhe Kosova do të janë bashkë përballë sfidave dhe synimeve të përbashkëta në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Kjo u bë ditur pas nënshkrimit të një deklarate trepalshe. Të tri shtetet do të angazhohen për forcimin e lidhjeve mes tyre, rritjen e ndërveprueshmërisë mes ushtrive duke luftuar kërcimet hibride. Dje në Tiranë është nënshkruar marrëveshja tripalshe në fushën e mbrojtjes në mes të Republikës së Kosovës, Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Kroacisë. Marrëveshja është nënshkruar nga ministri i mbrojtjes së Kosovës Ejub Maqedonci, ai Shqipërisë Piro Vengo dhe homologu i tyre kroat Ivan Anusic. Ministri Maqedonci tha se kjo marrëveshje nuk kërcënon askënd dhe nuk është kundër askujt. Synimi i këtij bashkëpunimi nuk do të jetë asnjë rast kërcënimi i askujt. Mirë po, gjithashtu është një mesazh për gjithë ata që guxojnë të kërcënojnë sigurinë, po që dhe stabilitetin në ballkonin perëndimor, por edhe sigurinë e vendeve tona, që tri vendet tona të cilat ndajnë vlera të përbashkëta dhe interesa të përbashkëta janë të bashkuara për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e regionit. Ndërsa ministri i Shqipërisë Vengo tha se kjo nuk është vetëm një vullnet politik, por edhe ripërtritje e industrisë ushtarake e të tri vendeve. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia ndajnë një vlerësim të njëmend, qoftë të kërcënimeve në rajon, qoftë edhe të rreziqeve që i kanosën Evropës Juglindore në këto momente të veçanta që nga pikpamja e sigurisë, që nga pikpamja e zhvillimeve në zonën lindore të kontinentit tot. Deklarata përkthen në fakt jo vetëm një vullnet politik, por gjithashtu disa prioritete që ne ndajmë së bashku. Kryesisht ka të bëjnë me rëndësinë që tre vendet tona japin ripërtëritjes dhe ringritjes industrisë ushtarake. E kreu i mbrojtjes së Kroacisë tha se po bëjmë një bashkëpunim që ka të bëjë për ndihmen dhe zhvillimin e mbrojtjes. Një bashkëpunim i cili do të bazohet sidomos tek bashkëpunimi dhënies ndihmës tek pjesa e zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, ndryshimit të përmbushjes të gjithë marrëveshjeve të cilat kemi përmosur deri tani dhe i kemi pasur në nivel shumë të lartë, por këto tani duam që t'i përmirësojmë edhe t'i përfuqizojmë dhe të ndajmë eksperiencën tonë të shtetit si Kroaci dhe të japim eksperiencën si pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë sot për këtë marrëveshje ka reaguar shteti serb, duke pohuar se krijimi i një aleance ushtarake në mes tri shteteve është shqetësuese për ta, prandaj ka kërkuar përgjigje nga Kroacia dhe Shqipëria. Elhamit Tahiraga nga Rahoveci, Sabedin Kryezeu nga fshati Mleçan, Mentor Kryezeu nga fshati Bubavec dhe Vebe Halilaj nga fshati Lapçev janë 4 persona tjerë të identifikuar si viktima të masakrës së Kralanit. Këto 4 viktima vijnë pas identifikimeve të viktimave të tjera nga njëjta masakër, eshtrat e të cilave u gjetën dhe zhvarrosën nga lokacioni i varrit masiv në Bishtazhin të Gjakovës. Pas gati 26 vitesh kërkime, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka njoftuar se janë identifikuar mbetjet mortore të 4 viktimave të masakrës së Kralanit. Elhamit Tahiraga nga Rahoveci, Sabedin Kryezeu, Mentor Kryezeu dhe Vebi Halilaj nga Malisheva janë të 4 këta të cilët u identifikuan e që kishin qenë pjesë e listës së personave të zhdukur që nga pas lufta në Kosovë. Këto identifikime kanë ardhur pas 8 identifikimeve të tjera nga po e njëjta masakër, kanë bërë të ditur nga Komisioni Qeveritar i Personave të Zhdukur. Informimi zyrtar i familjeve është bërë nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe Instituti Mjekësisë Ligjore. Mbetjet mortore të viktimave u gjetën dhe u zhvarrosën nga lokacioni i varrit masiv në Bishtazhin, për të cilat familjet u njoftuan gjatë javës së kaluar.
86 burra djem shqiptar në mesin e tyre dhe të mitur në fshatin Kralan u ekzekutuan më 4 prill të 1999 nga forcat serbe. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzën ndaj një personi me inicialet M.I. I nacionalitetit shqiptar në ndyshimin e bazuar se ka kryer krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. Personi në fjalë dyshohet se me forca serbe kreu krime lufte në Gjakov. Prokuroria Speciale e Kosovës sot ka ngritur akt akuzë ndaj Muharrem Ibraj nga fshati Osekhil me dyshimin se ka kryer krime ndaj shqiptarëve në Gjakov. Zade Bajramaj kujton kur me 28 shkurt Muharrem Ibraj në fshatin Osekhil i kishte vrarë burrin në obor. Ai ka thonë Muharremi, del ti për jashtë se ta bëj mazi. E na ka popshtën çika jeme. Babi del për jashtë, se ja ka këtu shpinën çika, ka qit automat kësi vene ka kap. Edhe orëzua i oranë tokë, edhe këtu atë kom pas do djemtar se kunete i kanë morë 4-5, i kanë pështet qëtu mas qëti zidit, edhe i kanë morë burën e motrës, edhe djemtar se i kanë qunë sopë. Zadja thot se ngritja e akuzës është vënuar dhe dëshiron që Muharrem Ibraj të marrë dënimin e merituar për të gjitha krimet që ka bërë. Bëllë mua që 100 sa erdhen me folje me ase ku gjos pi bojnë. E këta tonë tëmë pi mojnë pa ku gjo, ata a i ka nën lirija tje. Në informatën e prokurorisë citohet se hetimet kanë vërtetuar se i pandeuri gjatë periudhës 1998-1999 në fshatin Osekhil të komunës së Gjakovës, duke vepruar në bashkëkryerje me pjesëtar të forcave policore serbe, ka kryer vrasje, dhunime, arrestime dhe keqtrajtime ndaj popullsisë civile shqiptare që nuk ishin të përfshirë në luftë. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci ka konfirmuar ndërtimin e linjës hekurudhore Shkodër-Gjakov, një projekt strategjik infrastrukturor që synon të forcojë lidhjet ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Kostoja e projektit përllogaritet në 1.8 miliard euro. Një investim strategjik infrastrukturor në Shqipëri do të përfshi edhe Gjakovën. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, ka konfirmuar ndërtimin e linjës hekurudhore Shkodër-Gjakov, një projekt strategjik infrastrukturor që synon të forcojë lidhjet ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Sipas studimit të fizibilitetit tashmë të realizuar, kostoja e projektit përllogaritet në 1.8 miliard euro, nga të cilat 1.7 miliard euro do të përdoren për ndërtimin, ndërsa pjesa tjetër përfshin shpenzime për leje, shpronësime dhe detaje teknike. Hekurudha Shkodër-Gjakov do të ketë 7 stacione dhe një gjatësi prej 105.8 kilometrash. Ky investim strategjik infrastrukturor do të përfshi 43 ura dhe 14 tunele, me një gjatësi totale tunelesh prej 35.3 kilometrash. Kujtojmë se ky investim do të rikthejë në vëmendje historinë e Shkodrës dhe lidhjen e saj shekullore me Gjakovën përmes hekurudhës. Trafiku urban në qytetin e Gjakovës nuk po shfrytëzohet si dikur. Një bilet në një relacion aktualisht kushton 0.80 cent. E njërin nga kontrollerët që takuam sot thotë se nxënësit janë klientët më të rregull gjatë relacionit, shkollë, shtëpi. Kohëve të fundit, interesimi i qytetarëve për të shfrytëzuar trafikun urban nuk është në nivelin e kënaqshëm, edhe pse linja e trafikut urban në Gjakov ka një relacion të gjatë nga Osekhila deri në Spitalin e Përgjithshëm Isa Greza dhe Anasjeltas. Kontrolleri i kësaj linje, Sherif Burincaj, thotë se nga pandemia e tutje kemi më pak klient, por gjithmonë duke shtuar se nevojitet që të ketë edhe shërita informues për trafikun urban. Qysh se prej pandemisë e tutje nuk ka frekuentim që është ka pas për para. Ka njerës shumë a pak, linjat i kemë sikur që kemë majtë për para, po me një autobus më mangi, për arsye që s'ka frekuentim mjaftueshëm. Kështu që për momentin është çdo gjësore, udhëtar ka shumë pak. Burincaj gjithashtu tha se nxënësit kryesisht janë klientët më të shpesh në periudhën kohore nga ora 7:30 deri në 12:30, ku kjo e cila është vajtja ardhe e nxënësve në drejtim të shkollave.
Me nxënësa kemi 2 orare. Kemi 1 orare me mëngjes në 7:30, edhe që tashti në 12:30 dy linje kemi me nxënësa. Çdo 2 linje përdorin nxënësët më shumë, gjatë ditës më pak. Shërbimi për një relacion aktualisht kushton 0.80 cent, ndërsa të kënaqur me shërbimin janë edhe qytetarët, por të njëjtit kërkojnë që të ketë më shumë autobus. Udhëtimi është, që më thoni, i rahatshëm. Unë shumë rrallë, thoj, se e kom punën në për teren, po ja që sot kom një 4 raste në Prishtinë më shku, edhe u thoj shumë sakt me to. Mirëpo, nëse numri i klientëve që shfrytëzon trafikun urban do të rritet dhe mund të mendohet për shtim të numrit të autobusëve, na thanë mes tjerash në këtë mjedis pune. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të nënshkurtit, qytetarët janë në pritje se kush mund ta formojë qeverinë e re, pasi asnjëra nga subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet të nënshkurtit nuk arriti të sigurojë përqindjen e kërkuar. Zgjedhjet e nënshkurtit u certifikuan, por qeveria ende nuk është formuar, duke lënë qytetarët në pritje të një marrëveshje mes partive politike. Disa qytetarë që ne intervistuam sot mendojnë se qeverisja do të formohet shumë shpejt dhe se në krye të vendit do të jetë ai i cili ka fituar shumicën e votave të popullit. Për mendimin tim, qeveria duhet më formu sa më parë me Albin Kurtin krye. Vetëm ai mund të më formu qeverinë tjetër kush nuk ka mundësi. Sa më parë kam qef mu formu, është aq. Kush mendon që mundet me votë? Më mirë tin. Çaj më mirë se kujdeset për popull. Unë mendoj se shumë shpejt kam formu. Me në një kohë shumë shkurt. Vetëm sa të përfundojnë me rezultate, kam bindje që shumë shpejta kanë me përfundu. Me siguri që vetë vendosja do të banë. Por që kisha dashtë vetë vendosja me gjitha këto partit, më mbledh, ishtë bo ma mirë. Qeveria mendoj që do të formohet shpejt, pres që qeveria Kurti është mëritore, është normale, partia e parë, partia që fitimtare. Ndërsa një tjetër mendoi se qeverisja kësaj radhe i duhet lënë opozitës, duke u dakorduar me partinë që është në krye të vendit. Qeveria nëse formohet, nëse ulen në tavolinë, me bisedu edhe për shteti që jokohen VV-ja, edhe këta që janë opozit, në të ulen bashkë, në të mirën në vesh, kështu që në të thojnë Albinit, lena neve tashti se ne pëta në më dheq. Që kaq? Rezultatet përfundimtare u shpallen me 15 mars nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe në këtë rast, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, brenda 30 ditëve të certifikimit të rezultateve duhet të therras mbledhjen konstituive të Kuvendit të Kosovës. Edhe baballarët luajnë një rol të rëndësishëm në edukimin dhe formësimin e secilës familje. Në ditën e baballarëve, disa prej tyre pohojnë se kujdesin ndaj fëmijëve kanë të përditshëm. Dita e baballarëve është një mundësi për të nderuar dhe falenderuar të cilët nuk janë vetëm një figurë autoriteti, por edhe një mbështetje për të gjithë. Besnik Jaha është njëri nga baballarët e shumt që shoqërojnë fëmijët e tyre në baza ditore në shkollë e aktivitete të tjera duke kryer misionin e prindit me shumë përkushtim. Prindit duhet mi marrë përgjegjësitë përbashkëta, duhet për shembull shoqja po është në zonë me punëqerën apo duhet mi marrë fëmijët me qu. Sa ka edhe mi ushqyë, mi rregullue, çdo të mundohen unë për vetë, sa për mua tash nuk ka tash si baba, si nona, për duhen punë mi kry. Të qenurit baba është një mision, tha Jaha, kjo pasi shumë dëshironte ta gëzonte këtë epitet. Kena prit këtë titull më tej. Një sikur ky baba na u përgjigjen prapa kamerës sonë dhe disa të tjerë, të cilët i takuam sot derisa kryenin obligimet e tyre ditore për familjen. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell me temperaturat që kanë lëvizur nga -4 deri në 10 gradë Celsius. Edhe për nesër parashihet mot me diell me temperaturat të cilat do të variojnë nga -2 deri në 15 gradë Celsius. 1 deri në 18 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtës, karakterizuar nga moti me diell.
Mot me diell dhe vranësira parashihet edhe gjatë së shtunës me temperaturë minimale 6 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 18 gradë Celsius. Për të dielën, temperaturat do të variojnë nga 8 deri në 19 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i vranët e me diell. Moti i ndryshueshëm do ta karakterizoj ditën e hënë, shoqëruar nga temperatura 9 deri në 19 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti i vranët e me diell me temperaturat që do të lëvizin nga 8 deri në 18 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titut kryesor të këtij edicioni. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë nënshkruar një marrëveshje të përbashkët në fushën e mbrojtjes. Hekur udha Shkodër-Gjakov, një investim strategjik për të dy qytetet. Linjat e trafikut urban në Gjakov nuk shfrytëzohen sa duhet. Aktualisht një relacion kushton 0.80 cent. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.